fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Veprat e apostujve 8:22. Pendohu, pra, për këtë ligësi që ke dhe lutju Perëndis që, po të jetë e mundur, të falet mendimi i zemrës sate. Veprat e apostujve 15:29. Që ju të hiqni dorë nga gjërat e flijuara idhujve, nga gjaku, nga gjërat e mbytura dhe nga kurvëria, do të bëni mirë të ruheni nga këto. Qofshi mirë. Veprat e apostujve 16:31. Dhe ata i thanë, beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe shtëpia jote. Veprat e apostujve 20:31. Prandaj rini zgjuar dhe mbani mend se për 3 vjet me radhë, ditë e natë, nuk pushova kur të paralajmëroj secilin me lodh. Veprat e apostujve 20:35. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se, duke u munduar në këtë mënyrë, duhet të ndihmohen të lënë gatët dhe të kujtohen fjalët e Zotit Jezus, i cili tha, ka më shumë lumturi të japësh se sa të marrësh. Romakëve 6:13. As mos i jepni gjymtyrët tuaja në shërbim të mëkatit si mjete pa udhësie, por tregoni veten tuaj te Perëndia si të gjallë prej së vdekurish dhe gjymtyrët tuaja si mjete drejtësie për Perëndin. Romakëve 12:1. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si fli të gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Romakëve 12:2. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripër të rritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullnet i Perëndis. Romakëve 12:3. Sepse, për hirin që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkor, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Romakëve 12:6. Dhe tani, duke pasur dhunti të ndryshme sipas hirit që na u dha, nëse kemi profecinë, të profetizojmë sipas masës së besimit. Romakëve 12:7. Nëse kemi shërbim, le t'i kushtohemi shërbimit, po kështu mësuesit të jepet pas mësimit. Romakëve 12:8. Dhe ai që nxit, le t'i kushtohet nxitjes, ai që ndan, le ta bëj me thjeshtësi, ai që kryeson, le të kryesoj me zell, ai që bën vepra mëshirë, le t'i bëj me gëzim. Romakëve 12:9. Dashuria le të mos jetë me hipokrizi, urreni të keqen dhe ngjituni pas së mirës.
Romakave 12, 10. Duani njëri tjetrin me dashuri vëllazërore, në nderim tregoni kujdes njëri me tjetrin. Romakave 12, 11. Mos u tregoni të përtuar në zell, jini të zjarrt në frym, shërbeni Perëndisë. Romakave 12, 12. Të gëzuar në shpresë, të qëndrueshëm në shtrëngime, këmbëngulës në lutje. Romakave 12, 13. Ndihmoni për nevojat e shenjtorëve, jini mikpritës. Romakëve 12, 14. Bekoni ata që ju përndjekin, bekoni dhe mos mallkoni. Romakëve 12, 15. Gëzohuni me ata që gëzohen dhe qani me ata që qajnë. Romakave 12, 16. Kini të njëjtat mendime njëri me tjetrin, mos lakmoni për lart, por rrini me të përunjurit, mos e mbani veten për të mençur. Romakave 12, 17. Mos ja ktheni kur kujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Romakave 12, 18. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Romakave 12, 19. Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por I jepni vend zemërimit të Perëndisë, sepse është shkruar: Mua më përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Romakave 12, 20. Në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të haj, në pas etje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi kryet të tij thëngjë të ndezur. Romakave 12, 21. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Romakave 13, 1. Çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veçse prej Perëndisë, dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Romakave 13, 3. Sepse e proret s'ke t'i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat, a do, pra, të mos I kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën dhe do të kesh lavdërim nga ai. Romakave 13, 7. I jepni, pra, secilit atë që I takon, tatimin atij që I përket, druajtja atij që është për t'u druajtur, nderimin atij që është për nderim. Romakave 13, 9. Sepse urdhërimet, mos shkel kuror, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo, dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: duaje të afërmin tënd por si vetveten. Romakave 13, 12. Nata u thye dhe dita u afrua, le të flakim, pra, veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës. Romakave 13, 13. Le të ecim me ndershmëri si ditën, jo në orgji dhe në deje, jo në imoralitet dhe sensualizëm, jo në grindje e në smir. Romakave 14, 13. Prandaj të mos e gjykojmë më njëri tjetrin, por më tepër gjykoni këtë, mos I vini kur pengese ose skandal vëllaj. Romakave 14, 16.
Prandaj le të mos shahet e mira juaj. Romakëve 15:1. Edhe ne, që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Romakëve 15:2. Secili nga ne le t'i pëlqejë të afërmit për të mirë, për ndërtim. Romakëve 15:7. Prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë. Romakëve 16:17. Tani unë ju bëj thirrje, o vëllezër, të ruheni nga ata që shkaktojnë përçarje dhe skandale kundër doktrinës që keni mësuar dhe të largoheni nga ata. 1 Korintasve 1:10. Tani vëllezër, ju bëj thirrje në emër të Zotit ton Jezu Krishtit të flisni që të gjithë të njëjtën gjë dhe të mos keni ndasi midis jush, por të jeni plotësisht të bashkuar, duke pasur një mendje dhe një vullnet. 1 Korintasve 3:10. Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, si arkitekt i ditur, unë kam hedhur themelin dhe një tjetër ndërton mbi të, por secili të ketë kujdes se si ndërton mbi të. 1 Korintasve 6:18. Largohuni nga kurvëria. Çdo mëkat që kryen njeriu është jashtë trupit, po ai që kurvëron mëkaton kundër trupit të vet. 1 Korintasve 6:20. Sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin, pra, në trupin tuaj dhe në frymën tuaj, që i përkasin Perëndisë. 1 Korintasve 7:2. Por, për shkak të kurvërimit, le të ketë secili gruan e vet dhe secila grua burrin e vet. 1 Korintasve 7:3. Burri le të kryejë detyrën martësore ndaj gruas, po ashtu edhe gruaja ndaj burrit. 1 Korintasve 7:9. Por në qoftë se s'kan vet kontroll, le të martohen, sepse është më mirë të martohesh se të digjesh. 1 Korintasve 7:17. Gjithsesi secili të vazhdoj të jetoj ashtu si ja ka dhënë Perëndia dhe ashtu sikurse e thirri Zoti, dhe kështu urdhëroi në të gjitha kishat. 1 Korintasve 8:9. Por kini mendjen se mos kjo liri që keni të bëhet pengesë për të dobëtit. 1 Korintasve 10:12. Prandaj ai që mendon se qëndron më këmbë, le të shohë se mos bjerë. 1 Korintasve 10:14. Prandaj, të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria. 1 Korintasve 10:24. Askush të mos kërkoj interesin e vet, por atë të tjetrit. 1 Korintasve 10:25. Hani çdo gjë që shitet te kasapi, pa bërë pyetje për shkak të ndërgjegjes.